duket se zgjidhja 11 majit do të vijojnë të jenë pjesë jo vetëm e deklaratave, por edhe vendimarrjeve, pas ankimimeve që janë bërë. Kemi diskutuar për Tiranën, Fierin, por nuk mbetet pas edhe Durrësi. Kush janë pritshmëritë nga rinumërimi, nga kjo fazë në cilën ne kemi hyrë? Bëhet fjalë vetëm për vendimarrje që mund të shkojnë në emra kandidatësh, apo ndoshta dhe më tej të ndryshojë fati i zgjedhjeve sikurse pretendojnë disa. Do ta diskutojmë, analizojmë me të ftuarit në studio, Maulon Kalan, mirë se erdha. Faleminderit, Magin Baçin, faleminderit që jemi më sot. Dhe me Mariglen Kumen, kolegu që më bashkohet her pas here. Mariglen, faleminderit aty që vjen dhe na asiston në fakt me trejat të fundit, apo dhe ato gjëra që ne nuk i dim, nuk kanë dalë sipërfaqe, po ti me komunikimet e tua i sjell këtu her pas here. Aulon, kush është e vërteta jote për Durrësin, për garën? Me të thënë drejtën, unë jam kandidati parë që kam shku në KQZ dhe kam ankimu rezultatin, ndërkohë që po numëroj dhe ja bëra me dije Kasit. Kur zhvillu seanca parë, maj men me datë 14 maj, se ka kalu 1 muaj tani që nga ajo ditë. Me të thënë drejtën, shiko sa po më erdhi lajmi i fundit, domethënë, që është pushu gjykimi, sepse nuk ka interes lishëm. Për i është drejtu pra Partia Ballit Kombëtar Demokrat që kërkoi votat e mia në KAS, i është drejtu kolegjit zgjedhor tani dhe tani ka dalë vendimi. Urzu dhe Ilir Ali Mehmeti pak më herët, nuk e di nëse e keni lajmin. Ndërkohë që tani del që rrëzohet edhe partia, pra edhe si kandidat, edhe si parti, kolegji zgjedhor ka vendosur që ne të mos legjitimohemi me kërku votat tona. Ky është skandal shumë i madh, domethënë, sepse nuk di se si ti drejtohesh kolegjit zgjedhor, ti drejtohesh si UFO, se gjë tjetër nuk ka ngel, domethënë. Cili është argumenti atyre? Nuk ka pushim gjykimi se s'ka interes lishëm. Partia Ballit Kombëtar Demokrat, që është pjesë e koalicionit Shqipërisë Madhështore, domethënë. Çdo të kesh interes lishëm sipas atyre. E çuditshme është në fakt vendimi për Aulonin, sepse Auloni ka subjektin politik nga pas, sepse nuk legjitimohet që ta bëjnë kandidati vet pa vulën ose pa firmën. Pa mbështetjen e subjektit. Po s'është bërë adoptimin e ligjit. Ligji është i gabuar për mendimin tim dhe kodi zgjedhor qëndron poshtë kushtetutës, sepse kushtetuta na thotë që të gjithë duhet kemi një proces rregullt. Çfarë faze kemi hyrë që ta kuptojmë se është teknike kjo? Shumë e thjeshtë. Kemi shkuar në KAS dhe kemi kërkuar hapjen e kutive si kandidat. Besoj se kemi qenë kandidat, apo jo? Kemi marrë dhe ca vota. Si shumë vota. Po pra, dhe Kasi thotë, jo, nuk legjitimoheni, sepse duhet jetë partia politike që të vidhe të kërkoj votat e juja. Tani kemi shku në kolegj zgjedhor, është hapi dytë. Kolegji zgjedhor, sa po ka vendosur në këto momente, se ma dërgoi avokati, mund duhet isha atje në kolegj zgjedhor, po ju kisha dhënë fjalën që të isha në studio, dhe avokati më thotë që është pushu çështja. Pra, edhe kolegji zgjedhor nuk ka pranuar që neve si kandidat ti drejtohemi KQZ-s për me u hap kutive. Po kjo nuk do të thotë që do ndalohet hapja kutive të Durrësit. Jo, nuk do ndalohet hapja kutive, po hapjen e kutive kemi kërku si Parti e Lëvizje e Legalitetit dhe Parti Demokratike. Pra se unë jam drejtu në mënyrë të 4 fisht Kasit. Jam drejtu si Aulon Kalaja, si kandidat, jam drejtu është Partia Ballit Kombëtar Demokrat që ka kërku votat e mia për me pas se sa vota ka marrë unë, si pjesë e koalicionit. Jam drejtu dhe si aneks i Partisë Demokratike, sepse ata kanë kërku pavlefshmërinë e zgjedhjeve në qarkun e Durrësit, ndërkohë unë kam kërku rinumërim. Pra, pjesën e ankimimit tim e kam bashku tek ajo që ka kërku Partia Demokratike në KQZ. Dhe e katërta, mënyra katërt, Partia Lëvizje e Legalitetit që ka mbështet kandidaturën time në qarkun e Durrësit, ka kërku sa vota ka marrë kandidati Aulon Kalaja. Pra, në 4 rrugë. Prapë unë do shkojnë kolegj zgjedhor, po pas kolegjit zgjedhor që na rrëzoi sot, ne do shkojmë gjykatë kushtetuese, s'kemi rrugë tjetër. Në listën e kandidatëve të qarkut të Durrësit, pra të opozitës, ti ishe në siglen brenda koalicionit, në siglen e Partisë e Legalitetit apo Partia Demokratike? Sigurisht që unë jam i Partisë Demokratike, ajo s'diskutohet, por Partia e Legalitetit ka mbështet kandidaturën time në qarkun e Durrësit, siç ka mbështet edhe disa kandidatura tjera nëpër Shqipëri. Kjo ishte ideja dhe unë shfrytëzova këtë moment që kjo parti kërkonte, domethënë, transparencë për mua. Kjo është ideja. Por ajo që ka mund domethënë që ta mbyll edhe këtë pjesë parë diskutimi është që ekziston një nen në kodin zgjedhor që nuk ju lejon kandidatëve që të legjitimohen në proces. Ndërkohë ne jemi pjesë e procesit se kemi kërkuar vota. Jemi kandidat tek lista hapur. Dhe këta thonë partia ose komisionerët? Jo, vetëm partia thonë.
Vetëm partia. Dhe ata që nuk votojnë, nëse bëjnë denoncime për shkelje, jo, partia kërkon rinumërimin e votave, kështu e ka kodi zgjedhor. Tani, Komisioni Venecias dhe OSBE Diri i ka thonë partive shqiptare që juve duhet legjitimojeni patjetër kandidatët, sepse kandidatët janë pjesë e kësaj gjëje, kanë marrë vota dhe duhet legjitimohen. Këta nuk e kanë bë. Ne me çfarë po merremi tani? Po godasim pikërisht këtë nën. Dhe do shkojmë në gjykatë kushtetuese. Jo për veten tonë, po për brezat e ardhshëm, për kandidatët e tjerë në 2029, kur do që të ketë zgjedhjet parakoshme, nuk e di unë tani, që ata të kenë mundësi me hap kutit, sepse unë i mora një analogji, gjithë debatet e mia që kanë qenë kas, ka qenë kjo. Në rast se Aulon Kalaja blen vota, kush të marrë përgjegjësinë? Do shkoj partia në burg apo do shkoj individi? Do shkoj Aulon Kalaja apo? Atëherë, me të njëjtën logjik, pse s'm lejo mua që të hap votat e mia ti shikoj? Kjo është pyetja. Ati që kërkon përgjegjësinë juridike, do i kërkosh dhe do i pranosh dhe kërkesën juridike. Patjetër pra. Dhe gjithë debati është që kushtetuta na thotë që secili ka drejt për i proces të rregullt ligjor. Ktu nuk ka proces të rregullt ligjor. Megjithëse kasi është organ administrativ, për mendimin tim është kuazi gjyqësor, sepse është një lloj gjykate aty. Dhe unë i thash, në rast se ju nuk keni mundësi, keni frikë më që ta them tro çfarë, keni frikë për me votu prog këtij elementi, çojeni në gjykatë kushtetuese. Vendosni në lëvizje gjykatën kushtetuese që të shprehet për neve, se ka i gjykatë më të lartë apo jo, në hierarkinë e saj. Megjithëse vendimi kishte pakicë, zoti Rusmaili votoi pro që ne të legjitimohemi. Pra, ka një logjik ajo që themi neve, sepse përderisa kishte pakicë vendimi, atëherë sigurisht që ne kishim drejt. Ka një arsye tim me shku më tutje. Patjetër. Dhe zoti Rusmaili edhe në 2021 ka vendosur pakicë. Megjithëse në 2021 nuk janë hap kutit, ka qenë rasti fratëri atëherë që vendosi në lëvizje kasin dhe vendimi u mor 4-1 atëherë. Edhe tani kishte pakicë. Kështu që kjo është betejë jonë, që është betejë parimore. Po ja u them me sinqeritetin më të madh. Pra, është betejë për me godit këtë element kodit zgjedhor që është ligji më i turpshëm që kanë bë. Ky, që nuk legjitimojnë kandidatët. Shikojmë sot që një qëndrim politik, ose më saktë ndryshe, mos vetë subjekte politike nuk janë në mbështetje të kandidatëve të listat hapur që kanë ngritur këto shqetësime. Tek Partia Socialiste ne e pam që një deklaratë. Tek një SMS e Ramës dhe mazhoranca kështu i zgjidh. Çështja është që, do të thënë, ishte pa ndershmëri, por ishte një moment fituesi vendos të lloj raport. Por kjo nuk do të thotë që hapja e këtyre për shembull për Durrësin i shërben vetëm Aulon Kalas. Jo. I shërben të gjithë spektrët. Atyre të cilët duan dinë vërtetën për zgjedhjet. Nëse ne duam dinë vërtetën për zgjedhjet, atëherë Auloni po i bën një shërbim kësaj kauze për të kuptuar se si ka qenë çështja. E para do të thënë duke evidentuar problematikat përmes këtij procesi, edhe kodi që mund të ndryshojë, mund të ketë parasysh pikërisht këto gjëra, por nëse ti nuk e lexon gabimet, si do të përmirësosh kodin? E para, e dyta, mund të ketë një raport që mund të jetë mirëfilli politik, për shembull, sepse nëse për Kalan është gabuar në çdo kuti nga 30, nuk është më gabim njerëzor. Është ultimatum, është borosi, apo jo? Është urdhër partie ose komisioner të blerë. Nëse është me vend tjetër, domethënë, ose është rastësi, atëherë është gjë krejt tjetër. Gjithsesi, edhe sikur 2 vota, edhe 5, edhe 7, çdo njeri ka të drejtë të di peshën e tij, domethënë, dhe do të di votat të cilët janë drejtuar atij për të kuptuar peshën politike. Dhe po të kemi parasysh këtu, domethënë që Aulonin që kemi përballë, cili më vlerësoj shumë në mënyrën se si ka bërë fushatën, si kërkon gjërat, si po përballet me këtë gjë, është shumë e rëndësishme ta di. Mund mos bëhet deputet, por kauzat për të cilën i shërben. Le të shkëtej në fund. Kauzat të cilën i shërben, nuk i shërben Aulonit. I shërben atij procesi politik që ne duam ta dim. Këtë kam dëgjuar tek Ali Mehmeti. Shiko, ka pas një kujdes shumë të madh, se nuk është ndonjë komode e madhe me të nxjerrë gjithë komisionerët e tu që kanë qenë në një presion, ose ku diun janë blerë. Kjo në fakt është e kundërta të bësh po të habitesh, sepse në një vend ku ti mendon që bandat janë shumë fortë, që orientojnë këtë votën, pse nuk i bëhen presion edhe atyre njerëzve? Gabimi që u bë në atë kohë që bëri PD-ja ishte që nuk pranoi të paktën numërim elektoral, numërim elektronik në Tiranë, Elbasan dhe Durrës. 3 vende ku 3 qytete të mëdha që vendosin shumë për votën. Dhe kuti Elbasanin dhe Durrësin ku ti i ka akuzuar për banda, të paktën shpëton njerëzit e tu. Mos i çon këtë pikë që janë në këtë pikë të hallit që sot, do të thonë i ke marrë si komisioner dhe sot janë në këtë pikë të hallit, do shkojnë apo do shkojnë, do burgosen apo nuk do burgosen. A kanë përgjegjësi në një vend ku dhuna funksionon si do të thënë kaq hapur, është vështirë të kërkosh kaq shumë përgjegjësi atyre njerëzve.
Por, duhet parë orientimin politik, duhet parë se çfarë ndodh, edhe për shembull unë mendoj që në rinumërimin në Tiranë mund ndryshojë KPS-ja në një votë, në një kandidaturë, mund ndryshojnë firë për shkak të qendrit në kufi PS-ja me lëvizjen e lapajt, por gjithsesi për ne nuk ne interesojnë emrat. Ne duam të dimë, çka ndodhur. Domethënë, po flasim për ditën e zgjedhjeve, sepse inxhinieringu i devijimit votës ka pjesën e vet më përpara. Po, ne nuk prisnim që të kishim këtë lloj në ditën e zgjedhjeve, jo, nuk mund të deformohet ditën e zgjedhjeve, po faktet po na tregojnë që ja që pra, kushdo që ka këmbgulur që të mohoj në votimin elektronik, të paktën sot është i garantuar që ka gabuar në mënyrë të hapur dhe i ka dhënë avantazh këtyre devijimeve. Në fakt nuk do kishim këtë debat sepse nuk është as komode për Aulonin dhe për askën tjetër, as në PS as në PD, për shkak që do jetë përballë kolegëve të vet, cilët tani do ndeshit për një gjë që mund të jetë. Mendon bash se kjo situatë në Durrës mund të çojë komisioner në burg qoftë me të bler apo numërues, të bler apo të shitur, qoftë me urdhër të bandave, qoftë me urdhër të partisë. Unë mendoj si e njohim Durrësin, ai thotë Auloni se ka qenë atje po. Nuk më pasoj kënaqësi se sa veta mund të futen edhe nuk kam për këtë gjë, domethënë sa veta mund të futen qeli. Ajo që duhet parë është raporti politik. Ai që di që ka përballje me. Dhe ai që man përgjegjësinë politike dhe duhet kuptuar për mua mund të ketë raste dhe përgjegjësi nëse ne shikojmë një orientim të votës. Atëherë këta njerëz kanë përgjegjësinë e madhe. Këta komisionerë, cilët i ka, përgjegjësia është politike që i ka çuar këtë drejtë në këtë pikë, në këtë lloj situate, kaq qesharake dhe kaq domethënë banale. Sa ne sot merremi me këtë gjë që ne duhet ta kishim mbyllur. Por mua, domethënë, politika duhet merret me një proces, ora do e respektojmë këtë kodin zgjedhor apo do themi siç thotë Rama janë kinezë rira. Dhe këto i përdor me konotacion komunist, ose po thosh sot kinezët janë në mosfilluar në botë, po. Ai prap ka sensin e konotacionit, domethënë aty raportit kuptimit që kemi pas në komunizëm, jashtë më bësh humor me raportin kinezë rira, po. Sot po thuash domethënë i bie që ti je nga më zhvillumi. Megjithatë ai reminiscencës i thret dhe thoshte pse këto janë kinezërira, këto që na pengojnë ne. Fiks. Siç thuaj në kohën e diktaturës, pse ligjit tonë do na pengojnë ne për të bërë këto, domethënë. Glen, çfarë klime ka sot tek subjektet politike për këtë? Që po kërkojnë vetë kandidatët, me hir, me pa hir, me të marrë firmën e Partisë Demokratisë. Dojani për shumë kishte një skemë shumë interesante, e shpjegoi këtu se si e kishte marrë skemën e PD-s nëpërmjet avokatit, se ato kishin që duke përcjell me letër dore. Firmos këtu se fola unë dhe tashmë. Partia Socialiste është më e qartë në këtë orientim. Me një mesazh të kryeministrit, kryesocialistit. Okej, do hapen sepse kërkon 2 anëtarë të KQZ-s. Kupton, 2 anëtarë të Komisionit të Ankesave dhe të sanksioneve. Por kandidatët e Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste, i tërhoqen ato kërkesat e tyre, vetëm Zoja Gjylameti që mbeti, po ka marrë vetëm pamjet filmike dhe ka mbetur aty në dienin timin, nuk ka shkuar më tej, po bën verifikimin. Ndërkohë, Partia Demokratike më duket pak si më pa busull, pa orientuar në këtë aksionin politik. E para njërë sepse po bën vetë një betejë të madhe politik për farsën elektorale që ja ka vjedh kundërshtari votat. Kupton? Po sa legitimitet mund të marrin kjo kauza e madhe e kësajt, kur këtë fenomen e kanë brenda tyre pastaj. Kupton? Këtu kur dali që Aulonit për shembull i kanë vjedh ja ka vjedh ndoja për shembull votat. Për shembull, po marr me që janë të dy ngar me njëri tjetrin. Këtu i bie kjo aksioni i madh atyre. Dhe e dyta pastaj i ul konceptin moral se në fund fare. Shumë i ul raportin moral që ka PD-ja që po akuzon kundërshtarin se nëse ta kanë bërë edhe tut. Por në thelb, domethënë, nëse qëllimi kryesor i Berishës është delegitimimi i procesit zgjedhor, ti je sigurt që nuk do kursej as Aulonin as tjerët as një nga këta, sepse është natyrë që më e rëndësishme është ajo që ai do ta arrijë që opozita ka ëndër 2001-shin, opozita në tryezë ketë peshë nga ndërkombëtarët, se nëse ndërkombëtarët siç ndodhi në 2001-shin, ran dakord që procesi ishte delegitimuar, duke nisur që nga shkelja e hapur e ligjit që u bën në dushk zgjedhjet që prodhuan atë lloj shumice parlamentare, prodhuan 9 deputet në një zonë e vogël. Gjithë opozita e di edhe vetë shumë mirë që problemi nuk është në kuti. Problemi
ka filluar kohë më përpara. Mi po do e nisim nga kutit. Kopsitur gjërat dhe në kuti janë 40 vota plus, 20 vota minus, në total, si që pam rastin e Dibrës, që ndodhi me rastin e Po janë me 180 kuti tjera, mund të ndryshoj një gjë, se 47 vota nuk janë pak. Në 20 Kështu bëjnë ato një nga një. 41 kuti e po. Po mu, shiko, është margj që mund tjetë ose gabim njerëzor, ose se me 40, pra një vot në kuti, po marrë mesatarisht. A i thotë shu që... Nuk merret ashtu mesatarisht, ajo shikohet rast pas rasti. Ke kuti të rregullta, ke edhe kuti që të heqin 17 vota. Po më të gabim njerëzor. Jo, s'është më gabimi orës nuk shikohet ashtu. Ajo duhet hapet çdo kuti. Ma i glenë, sepse... Ne këtë kemi kërku, më hapë Auloni shkon Durrës dhe i thot atyre, okej, keni gabuar, po pse gjithmonë kundër me edhe pro dikuj tjetër? Se kur gabon njësoj, gabon 3 herë për ty, 2 herë për mua, po si ka mund të gabon gjithmonë kundër ati? Tu në ekran pas shpinës tënde, po dalë është video ime që kam dërguar në KQZ, se e kemi rastin konkret. Ja kjo video që po të Se kjo dhe ishte dhe pyetja, po, çka ka ndodhur? Këtu ka ndodhur ajo pra se pranoi KQZ-ja këtë, ka nxjerrë i majti KQZ-ja video, domethënë votat. Majti për çdo kandidat është kutia 1361 në Sukth, kjo që po shikojmë këto momente, dhe unë kam marrë 4 vota, del në ekran që emri im është shënu 4 herë, kam marrë 4 vota, në proces verbal më janë shënu 2 vota. Po kjo ishte edhe në Tiranë, që ishte shumë e theksuar dhe kjo, edhe në Tiranë. Këtë po themi pra tani, 2 vota më janë marrë mu, 2 vota janë marrë Adriatik Hoxhës, 1 vot janë marrë Viola Kapedanit, janë 5 vota, dhe shkoj një kandidat tjetër, pra duhet kuptojmë qa ka ndodhë, dhe ajo që i kam kërku në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kasit në këtë rast, dhe debatet e mia këta kanë qenë, se seanca para prake zgjat 10 minuta, zakonisht mund ka shku 2 orë e gjys. Dhe ju thoja, duhet ta shikoni videon e plot në dinamik, pa video në dinamik 75 minuta, nuk mund ta kuptoni do të se si është manipulu vota ime. Këta më thonin mu, ne i prit me time code, ne i nxirr këtu, do më thonë, ne i nxirr në ekran. Unë ashtu e bëra, prapë, se jam bo dhe montazhier tani vetë, do më thënë, përveç se kam net një 9 ditë duke numru votat, kam net dhe një 20 ditë tani duke pa këto pamjet filmike, që janë diku të 72.000 orë filmime, kupton? Pra, kjo është ideja e kësaj. Po pra, grup pune me vullnetarë, se dhe ke parasysh, do më thënë, këto janë situatat tona. Vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ju deshën 15 ditë për me nxjerr tabelën për mbledhësit të Durrësit, që ka gjitha të staf, apo jo, administrat, ka dhe gjitha të numërus në qarkun e Durrësit, ndërsa mu më kërkonin për 5 ditë, nxirrja pamjet filmike, ti analizoja, ti bëja që për një kuti duhen 75 minuta. Si pas KQZ-s, se ne që si jemi profesionistë na duhen dhe më shumë, ma më kupton, imagjino si kur ti ike në herë dritat fiket kompjuteri, se këto janë hallet dhe probleme. Tani qa ndodh? Unë kam kërku që të hapen gjitha kutit. Në Durrës, pa. Po, ne kemi nxjerr një kuti aty. Çfarë indicie shke përveç asaj që ke çuar me prova? Po jo, kishte pra prova tjera aty, po nuk i hapan ata. I kishin USB, videot e tjera. Çfarë ke parë? Po pra, kemi parë që ka devijim vote. Ka trafikim vote. Çfarë forme? Është ruajtur subjekti Aulon dhe vota personale. Shiko, unë aty kam parë gjëra shumë nga më të ndryshmet, Aida. Pra, e parë, kam parë vota që janë marrë nga Partia Socialiste, janë çuar te Partia Demokratike. Do thosh ti si e ke pak këtë? Po, si subjekt. Pse? Sepse unë kam pa videon, jo ndërmjet Aulonit dhe Agimit, po ndërmjet subjekteve politike. Unë, metodologjia ime që kam parë votat e mia ka qenë që i kam hap videot kur është numru vota për subjektet politike. Sepse aty del vota e virgjër për herë të parë që del në ekran, sepse pastaj tjetërsohet. Si tjetërsohet vota pastaj? E zem, në rast se ka një vot që është votu vetëm Partia Demokratike. I vejnë kryqin ata. Ata mund i vejnë kryqin dhe atje del X kandidat. Ose tjetra që më ka ndodhur mund, kam ka 5 raste tilla deri tani. Më përpara kam pas votën vetëm si Aulon Kalaja, pas subjekt politik, pastaj më ka dalë vota Aulon Kalaja dhe Partia Socialiste, më ka dalë vota e pavlefshme në numrimin e dytë, sepse numrimi ka qenë i ndarë në 2 pjesë, ju e dini shumë mirë. Është numru subjekti dhe kandidati. Unë kam pas subjektin. Kam 2 kuti, cilat i kam qu, i kam dorëzu në kas dhe ju kam thënë që shikoni këtu se ka vota lëviz midis Partisë Socialiste e Partisë Demokratike. A ndryshon kjo rezultatin, nuk e di, ta gjenjë këta tani. Aulon, se sot diskutohet qartë azi që Arjan Doja është investuar ose mund të t'i ketë marrë 2 votat. Ti ke një betej edhe me emrin konkret? Po jo më qa betej me emrin konkret. Unë kam betej për parimin. Aida, unë të folja pak më përpara që po kodas kodin zgjedhor. Kjo është beteja ime e parë. Beteja dytë ka lidhe me votat, pa diskutim, se unë kam shku më u bo deputet atje. Ti më keftu në studio, kam dhënë premtimet e mia, qytetarët më kanë thonë që do t'japim votën, po më kanë pyeta, do na mbrosh dot votën deri në fund? Unë i kam thonë po. Dhe po mbaj fjalën time tani.
Dhe unë du të di se sa vota kam marrë. Deri tani më kanë numëru 8120 vota, deri tani. Do më thënë. Unë du të di, po nga kjo video KQZ-s, ndolën dhe 2 vota tjera. Më kupton? Pra kam shku 8122 deri tani. Se do korrigjohet rezultati, pa diskutim. Shofim kutit e tjera, se unë një kuti kam qu atje, si provë. Janë 493 në Shqipëri, plus 84 diaspora, sepse ndryshe nga qarqet e tjera, qarku Durrësit, do rinumërohet edhe kutit e diasporës. E ka kërku Partia Demokratike këtë gjë. Por, ajo që nuk më ngrof mu tani nga kasi, është që kanë hap vetëm disa kuti, nuk i kanë hap gjitha. Prandaj unë, bashkë me avokatin tim Eral Daga, do shkojmë kolegj zgjedhor, që t'i kërkojmë që të hapen gjitha kutit. Ndërkohë, bashkë me stafin tim, ne po shikojmë video tjera, të kutive tjera. Që t'i kemi si prova dhe ndërkohë që do hapen kutit mas 3 javësh, apo jo, kur tha komisioneri, se do hapet Tirana dhe Fieri tani. Qarku jonë është më vonë. Po, i treti, qarku jonë i vje i tretit, shohim a do hapen qarqe tjera, po ajo që do shikojmë është mbas 3 javësh, ndërkohë këto 3 javë ne po i shfrytëzojmë dhe kemi gjetë dhe prova tjera, video tjera që i kemi hapë se si kishim pa më parë, se s'kishim kohë fizike. Dhe këto do t'i japim në kas. Në rast se kasi prap, edhe përballë këtyre fakteve, vendos që mos hapen kutit e tjera, po do ikim në kolegj zgjedhor, në qoftë se do na rrëzojnë, sigurisht që do shkojnë SPAK, se s'kam rrugë tjetër. Do t'jetë prokuroria ajo që do sekuestroj kutit. Se kemi të bëjmë dhe me fakt penal. Po patjetër se në rrugë tjetër mu këta nuk po mlen. Atëherë o do i hapin kutit vetë, po do çojë edhe kasin në SPAK-un. Edhe kasin, sepse janë përballë faktit që po manipulohet vota dhe nuk po reagojnë. Pra edhe kasi do shkojnë SPAK. Po e them nga kjo studio, po e them për herë të parë. Edhe unë po e mbaj shënim. Po pra, po rrugë tjetër nuk kam tani. Ose t'i hapin vetë kutit atje, ose do shkoj prokuroria që t'i sekuestroj kutit. Se s'ka mënyrë tjetër. Ose më thoni ju, të më thoni jurista tani, se unë me jurista jam konsultu, me avokatin që e kam tani, po më shkruan kohë reale, që është në kolegj zgjedhor ndërkohë. Pra, unë nuk di rrugë tjetër, o do të dalë e vërteta deri në fund, ose nuk ka mënyrë tjetër, o duhet shkojnë sa njerëz para përgjegjësisë në këtë rast, se mund të sillen me votat e qytetarëve në këtë mënyrë. Po patjetër më shiko, duhet që e para dhe herë tjetër, po ja u them. Ai po bën një kontribut të jashtëzakonshëm, me të drejtën, sepse njerëz. Unë e thash ndryshe, po njerëz që javloni që këmbgulin në parimin e gjërave, domethënë shqyqyr që janë. Nuk do të thotë që nuk ka më. Jo, s'ka, se nuk po i ndjekim. Nuk po shohim kështu që ti ndjekim. Duhet ta mbështesim Avlonin këtë dhe pike dhe unë e mbështes publikisht për këtë gjë që në fund fare dinjiteti i votës duhet të jetë i gjithë secilit, sepse për mua, nëse ne lejojmë të na vjedhet vota, ne lejojmë të na vjedhet Shqipëria. Një njeri që vjedh votën, të vjedh shtëpinë, të vjedh gjithçka. Pra dhe gjithë thelbi këtyre gjërave është që kur fillojmë të tolerojmë këtu, do të thotë s'kemi pse habitemi nesër nëse na vjedhin qeverisja. Nëse Avloni e çon në SPAK, se do ta çoj me zë figurë. Tani këtu ne nuk diskutojmë fatin e Avlonit, a do diskutojmë fatin e zgjedhjeve? Dhe SPAK, në gjykimin tuaj, a do duhet të kishte vepruar më herët për çështje të caktuara? Po SPAK mund të mbledhë ato çështje që Nëse dim se ç'është duke bërë. Shiko, SPAK mund të mbledhë ato gjëra që i ka mbledhur vetë para zgjedhjeve, sepse kishte një, më thënë, dhe ka bërë ca aksione, pavarësisht se policia ishte shumë e aftë me opozitën dhe shumë dembele me mazhorancën, kur vinin rastet e denoncimeve, kur ishte në rastet e mazhorancës mezi arrinin ke ajo zyra ku bëhej fjalë për shkelje, kurse ke opozita arrinin në sekondë, brenda 5 minutash. Prap gjithsesi, mund bashkohen gjitha çështjet në një çështje vetme dhe jo të bëhet më ping-pong siç ndodhi me 184 e 339 që e kam thënë disa herë. Zoti Baçi, atë shtroj vetëm një pyetje këtu. Ka pas më shumë, domethënë më pak ndeshje derbi Partizani Tirana se sa çka bër Dibër Tiranë prokuroria me dosjen 184, më thënë? Po, shumë drejt. Jo, vetëm pyetja ime është kjo. Dje ne pam që një kandidat i caktuar në qarkun e Dibrës në 41 kuti e ngushtoi rezultatin me kandidatin tjetër. Nuk ka rëndësi a merr mandat apo jo, ne po flasim për parimin. Dhe a nuk ju bëri përshtypje këtyre të kasit? Si vendosën këta që mos hapen kutit e tjera? Ndërkohë që aty absolutisht kemi të bëjmë. Jo se e ka me precedentin, se njëjti precedent do përdoret dhe për mua, pra ne po e godas tani. 47 veta i duken pak. Me sa veta habitet kasi? Pikërisht pra këtë po them, sepse unë videon që çova në kas, që më ishin marrë mu 2 vota, i bje 50% votave, në rast se do ta interpretojmë. Pra më janë marrë 50% votave. Pak rëndësi ka janë 2 nga 4, se në një kuti tjetër mund të jenë 20 nga 40, nuk ka rëndësi, mund të jenë 200 nga 400. Problemi është që ne duhet gjykojmë parimin, pra si ka mundësi kasi që shikon aty dhe i numëroj votat vetë, që X kandidati as nuk merren fare, kam shumë respekt për të dy, edhe për zotin Spahiu, edhe për zotin Gjungshi, ja u them me sinqeritet, dhe nuk e di se kush është i pari apo i dyti. Po si ka mundësi që përballë një fakti, këta rrinë sy mbyllur, e thotë, nuk do i hap kutit e tjera. Ndërkohë janë 120 e ca kuti të tjera, apo jo? Pra kjo është pyetja e madhe, unë nuk e di se çfarë vendosin këta.
Ata janë dhe paguhen me taksat tona aty. Apo jo? Janë njerëz cilët e kanë për detyrë që t'i japin drejtim këtyre punëve. Pse kërkoj vetëm 44? Se mbase do sepse ketë edhe këtë... sipas informacionit që kam unë kërkoj 44 sepse mendonte që me 44 do ta kthente rezultatin. Sipas informacioneve që kishte. Ose në atë zonë ku ka qenë më shumë, pra se ndoshta mund të jetë dhe kjo. Ndoshta mund të jetë dhe kjo. Po, në momentin ku ka se mbase është parë edhe kjo, Aulon, se prandaj them, mbase proporcionaliteti. Pra ai ndihet më i fortë në zonën përkatëse. Dhe kur në këtë zonën përkatëse bëri këtë arriti ta ngushtonte kaq pak, mendon se në zonën tjetër ku është më pak influenca dhe mund të ketë marrë më pak vota, nuk e ka për 10 vota më burra, kupton? Edhe imi vota me qenë, në rast se matematika që ndron lojë është njësoj sikur një ekip futbolli do marr titullin kampion. Pra, deri në fund, pavarësisht se është shput 20 pikë, nuk ka rëndësi. Deri në fund, matematikisht, edhe vendi dytë lufto për vend parë, ma kupto logjikën. Të njëjtën situatë duhet sillen edhe këta, se këta nuk mund sillen këtë lloj forme. Domethënë, duke ju thonë këtyre që shikon, ti nuk e kthe rezultatin. Ku e di ti që se kthe rezultatin? Ti hap kutit. Sikur një votë kanë vjet të 120 kutit e tjera, ai kandidati ka drejt. Edhe sikur mos jetë 10 ka drejt, sepse ti e dhe legitimitetin për me i pa votat. Pra se nesër kështu mund dalun. Por ajo që ju kam kërkuar në këtyre, se shiko çka ka ndodhur. Nuk është provë vetëm kutia, Aida, se këtë du ta kuptoj dhe publiku. Pra në rast se ne hapim kutit, shikojmë aty mund të jenë shënu vota gjatë procesit nga numrimi parë tek numrimi dytë. Prandaj duhet hyj prokuroria patjetër në lojë. Ato kryqet një lloj po thua. Paloset një lloj. Pikërisht për këtë po them. Se po e thjeshtoj. Ajo është më parë, pastaj palosja një lloj është bërgati. Kryqet ose kryqja votës nga video parë te video dytë. Se ka një denoncim që ka disa letra që janë me kryq një lloj dhe palosja një lloj. Domethënë prandaj e lidha me këtë. Mund të jetë vetëm pjesa e kryqit. Ajo është më shumë e fenomenit bullgar. Kjo pjesa, ndërsa ajo që thotë Aulon është jo, bulgarë është ta jep gati, more. Po pra, për që aty dhe ta ka palosë, ta ka bërgati. Jo, kryqe nga një dorë në një tavolinë që i ka edhe i tak. Po tjetër, pa ajo është bë Barsalet në Tiranë, besoj se e dinë gjithë atë. Dhe ka për dalë tani, se tani do hapen votat, ajo është bë Barsalet, e dinë gjithë Tiranën. Këtë po thotë Auloni pra që kur është bërë numrimi i parë është votuar vetëm subjekti dhe më pas të rinumrimi për kandidatët, del që tek ajo fleta përkatëse është votuar edhe kandidati pastaj. Ne kemi dëgjuar edhe Barsaleta të kësaj që PD apo se janë bërë bashkë, kanë ndarë vetëm subjektin në këtu në Tiranë dhe pastaj kandidatët i kanë dhënë sipas shefit vet. Ky është momenti që unë mendoj që duhet vlerësu edhe nga kasi, sepse ata nuk duan ta vlerësojnë. Me që shkuam në spak, se çfarë Aulonin spak. Po ju them debatet cilat ne kemi bërë me dyert mbyllura, pa praninë e kamerave dhe nuk duan ta vlerësojnë këtë moment. Ndërkohë e gjithë historia ime qëndron pikërisht te video. Pra, pa parë videon, mua nuk më intereson fare kutia që do hapësh votat ty, sepse unë kam parë videon. Dhe prandaj ftoj ata njerëz për me pa videot në këtë rast, se si është transformuar vota, se kutia nuk na tregon asgjë. S'duan ta kuptojnë në shpunën e tyre, pastaj do ketë rrugë tjera, se nuk diskutohet ajo pjesë. Fakti që ata s'duan t'i hapin. Reklama, rikthehem pas pak. Jemi rikthyer dhe po diskutojmë çështën e kandidatëve dhe shkeljet, por nga ana tjetër, partia Aulon. Të ishen listë hapur, shumë modest ke bërë fushatën këtu edhe me kolegë të tjerë që të kemi ftuar, puna jote në terren, nuk i zeroj dhe nuk e ishë... Faleminderit tjerë që na keni ftuar, se do më thënë shumë televizionet tjera kanë kërkuar dhe lek për me dalë në ekran, është politika tyre ndoshta që të kërkojnë para gjatë fushatës elektorale, nuk e di do më thënë si funksionon, por që me mjete modeste, ja kemi dalë për me përçu mesazhin dhe në këtë moment ne kemi thënë po subjektet ku janë, kemi kritikuar Partinë Demokratike për listat e mbyllura që nuk ishin konkurruese, pastaj hodhëm dhe akuzat të tjera nga ju dhe ne vetëm thjesht kemi risjell që nuk kanë punuar duke qenë të sigurt. Ju kemi parë disi e thënë ndryshe Aulon vetëm në këtë garë. Ka qenë pra jo mbështetja e mirëfillt e partisë, nuk e di në rastin konkret, por sot a je i vetëm sot Ali Mehmetja, është i vetëm sot të tjerë kandidat, a janë të vetëm në këtë betejë, a ka një qëndrim tjetër Partia Demokratike nga ajo se çfarë ju kërkoni sot dhe keni një betejë të fortë? Shiko, unë mendoj që praktikisht ne po bëjmë njëjtën betejë, domethënë, edhe Partia Demokratike është pjesa e farsës elektorale, sigurisht që edhe unë e besoj farsën elektorale dhe mendoj që rruga dur është ajo që po ndjek PD-ja tani duke shkuar në Washington dhe në Bruksel dhe duke i nxjerr faktet dhe denoncimet, patjetër, dhe unë për këtë nuk jam për komision hetimor parlamentar fjala bie. Me i mbush menjën e Diramës që na keni vjedh zgjedhjet, siç u bë 21, isha kundër dhe po ta bëjnë këta do dal prap kundër.
sepse na ka mësuar Churchilli atë shprehje, në rast se do të dështosh një kauzë, ngrej një komision hetimor parlamentar. Kjo është, ajo e varros kauzën. Kështu që e vetmja rrugë, në rast se do kemi parasysh atë që tha zoti Baçi, zgjedhjet vitit 2001, Partia Demokratike bëri një avokatit jashtëzakonshme për sa i përket vjedhjes zgjedhjeve. Atëherë ka qenë avokat Spartak Ngjela, ka qenë diçka tjetër. Që ka qenë nivel shumë i lartë i avokatisë, pavarësisht se unë tani nuk bi dakord me qëndrimet e Spartak Ngjelës, po atëherë ka shkëlqyer domethënë, për mendimin tim, dhe mendoj që Partia Demokratike duhet të arrisë pak nivelin e përfaqësimit tani tek avokatia që do bëj për zgjedhjet. Faktet janë aty. Unë personalisht Aida kam shkuar SPAK para 2 javësh, besoj se ju e keni transmetuar dhe kam denoncu, kam kallëzu penalisht. Se ti je i kësaj fushe. Për mua ka gjë shumë thjeshtë. Qëllimi i votuesit. Pra, thelbi atit që menaxhon zgjedhjet është qëllimi i votuesit. Nëse komisioni qendror i zgjedhjeve ka si kolegj gjithë që janë, nuk arrin dot që të gjejnë, qoftë edhe ata që janë zgaravitur, për shembull që janë ndërmuar fillimisht e PD-s për fjalë, edhe se kuptohet ajo që është zgaravit tu, sa ai që të voton në ulonin këtu lart. Nuk është zgaravit tu poshtë PS apo këtë diun gjë tjetër. Dhe këtu është koncepti i qëllimit votuesit. Pra, ata kanë detyrë në fund fare, me thënë, me shku drejt pikës që qëllimi i votuesit sipas leximit të paktën ditën e zgjedhjeve, se nuk po themi çka ka ndodhur te inxhinieriu i votës. Po kërkosh shumë me këtë që po? Jo, e kam fjalën që për mua një komision ose një hetim ose një avokat shumë i mirë mbron pikërisht të gjë, të gjejmë qëllimin e votuesit. Dhe për mua, nëse është ky definicioni, asnjë gjë nuk mund ta pengojmë asë në fund fare, cili është kundër qëllimit të votuesit. Nuk e di. Deri tani po na dalin shumë kundër qëllimit të votuesit. Na dalin shumë fakti që s'po hapin kutit, domethënë ka diçka. Pse hezitojnë ta? E di pse, sepse ajo që po kërkon ti, Aulon, ajo që po nxjerr pastaj keq, se dalë unë keq. Po, do të bësh një ndjes, po, do bësh edhe një. Jo, do dal publikisht me kërkuar ndjes, po ta them nga kjo studio. Më fto dhe unë do dal publikisht. Po unë i kam pa videot, unë e di çka ka. Aulon, ti kërkon një gjë që është afat gjatë. Po. Politika kërkon diçka afat shkurtër, shpejt. Dhe thash, që ndonjë konflikti midis jush, për shembull, që po kërkoni këto drejta dhe Berishës, apo siç ishte edhe PS-ja që unë me një SMS, është që ai ka qëllim paflefshmërinë e zgjedhjeve të krijojë këtë lloj narrative që, domethënë, ne do shkojmë dhe do të arrijë presionin që t'i bëj për ndryshime të kodit. Ti e ke individuale dhe ke dinjitetin tënd që është shumë i rëndësishëm. Jo, edhe unë jam për ndryshimin e kodit, se unë jam duke godit gjykatë kushtetuese, jam kushtetues. Mirë, po, kjo çka ke ndryshimi i kodit, vetëm kjo rrugë, jo ajo tjetra. Po pra, shiko, Agim, se unë domethënë fola për diçka. Unë kam qenë SPAK para 2 javësh, kam kallëzu Këshillin e Ministrave për faljen e gjobave 2 ditë para zgjedhjeve. Për mendimin tim, ka ndiku drejt për drejt tek rezultati elektoral i zgjedhjeve të 11 majit. Prandaj e çova. Unë kam qenë shumë i zonë ditën e fushatës, pastaj kur i kam pasur çka kanë bërë, se ishin çmendurira domethënë. Atëherë ligji na tregon që 4 muaj para zgjedhjeve, derisa të formohet qeveria e re, qeveria nuk mund të falë dot gjoba. Qofshin këto të Covidit, qofshin këto të IKMT-s, të IMT-s, të AKU-s. Unë, që në kryetërës po e them, jam pro faljes gjobave, pa tjetër, se ka dhënë premtim edhe forca ime politike ku unë isha kandidat. Po ti nuk mund t'i falesh do 2 ditë para zgjedhjeve. Pra ata kanë shkel ligjin. Pash aty që Edi Rama nuk ishte marrë pjesë në mbledhjet qeverie, nuk e kishte drejtuar zoti Rama qeverinë. Në ato moment, si në të gjithë mbledhjet problematike si rasti i incineratorëve, e ka drejtuar zonja Balluku. Dhe unë i kam kërkuar SPAK-ut në këto momente që të hetoj Këshillin e Ministrave se si e ka bërë këtë veprim. Çdo që ta firmosin ata Ulon, ti e di shumë mirë që njerëzit kanë votuar dhe kuvendi ka votuar Edi Rama për kryeministër. Po. Se kanë ngarkon ai. Nuk do të thotë që jo, po them, a ishte e gabuar se prandaj që vinte farsa elektorale juridike dhe kërkesa. Pra unë po godas, nuk më intereson fare nga qenë Rama më burr. Mu më intereson që kanë bërë diçka të palishme dhe prandaj shkova në SPAK. Dhe do shkoj prapë tot ditë për me kërkuar llogari çau bë me këtë kallëzimin, a kanë pushuar, ç'a do bëhet dhe etj etj. Unë gjykoj që duhet ta vazhdojnë sepse unë pash ligjin, lexova e kam shkruajt vet. Ta them me sinqeritet se ishte shumë e thjeshtë si kallëzim. Tani ç'a ndodh? Bonusi pranveror i pensionave. Ka 100 euro, do më thënë ne dim shumë mirë që pensionistët kanë... Po për këto duhet kishte reaguar SPAK, pra se ka bërë? Po pra, them, duhet të reagonte. Po për çfarë duhet të reagonte tjetër SPAK se më ngacmoi zoti Baçi? Tek qarku jon ka pas një forcë të alokuar të SPAK-ut, një prezencë më të madhe, task force. Nuk kemi sot e kësaj dite, prandaj kur erdha te studio jote atë ditë që më ftove, ngrita telefonin dhe thashën vendosnin përgjim. Unë si kandidat po dal vullnetarisht, jo për populizëm. E kam bos sfidë sinqer, po që të vendosem unë përgjim, duhet vendosesh në gjithë kandidatët e tjerë. A kishin këta vullnet për me gjetë se ku blen votat? Vendos mu në përgjim.
Se unë do t'i blej votat. I kam pas informacion, jo, me kërkes prokurorit vendos për gjim. Po pa tjetër. Pa indicje më si shke? Pra, ne po themi. A do më indicje je para zgjedhjeve me njerëz të cilët Pikërisht pra. edhe ka qenë denoncime publike Aida për influencët që kemi njerëz me 21.000 vota kësaj radhe, edhe të qarku Durrësit, pa kontribut publik. Njerëz që unë nuk e di nga vinë. Të marrësh 2.500 vota në 2021 dhe të marrësh 21.000 ca vota në 2025, më shumë se sa shefi jot, që ishte Edi Rama, që konkurojnë qarkun tonë në 2021, mori 15.000-16.000 vota, atëherë, a është ky një mandat me flamur të kuq, si që janë ato tenderat me shkelje, se pse po e marr këtë shembull? E marr këtë shembull sepse ky njeri ka mbledh 21.000 vota, me 21.000 vota baraz me 2 deputet. Atëherë mund t'isha unë parlament, në rast se Spaku nuk do ta lejonte këtë që me lidhje me krimin organizuar, shkonte në parlament me një rekord. Jo për ta amnistuar njëri për këtë Aulon, por edhe sistemi 2021 ka pas qenë pak ndryshe, se për shembull, po t'ishte edhe Iglit Sara, siç ishte në 2021, po t'ishte edhe Oert Bylykbashi apo kush janë këto kandidatet e tjerë të mbyllur, se ka shkojnë këto që të listës të mbyllur që njihen, se tjerët janë, po them, anonim. Besoj edhe numri votave tuaja në base nuk do ishte 8.000 saje deri më tani, në base mund të ishte më pak, se ndashin edhe midis drejtuesit politike. Historia nuk bëhet me sigur, ato mund të ishin më pak, më shumë, kjo nuk diskutohet, sepse ne jemi në hipotezë. Ne po flasim për një njeri i cili në zgjedhjet 2021 duhet të dalë që mund të jetë edhe orientim partie, po them, të orientim partie nga 2.500 vota me shumë 21.000 vota. Edhe kjo politikisht nuk është shumë legjitime. Jo, nuk është jo, ne po flasim për fakt tjetër, që grupe kriminale kanë mbështet kandidat caktuar. Pse? Sepse skema ka qenë ndryshe kësaj radhe. Marrim një anonim dhe i themi grupit kriminal, sa vota do marrë ky anonimi, aq është pesha jote elektorale. Dhe në Durrës kanë qenë 2 tillë, që mund mos jenë deputet në shtator, sepse janë përdorur si koka turku. Do dalin shumë shpejt. Po në Elbasan ke rast tjetër, në Fier ke rast tjetër. Beson do ndërhyj Spaku kur thua që? Po patjetër që po. Dhe ndërhyrja e Spakut është me kohë vonë, sepse nuk ka asnjë efekt. Ai e ka marrë mandatin ndërkohë, Edi Rama i ka marrë 8 mandate në Durrës. Thjesht do ndryshojnë emrat, do iki filani, do vi Fisteku që nuk ka lidhje me krimin, fjala bie. Po, është me radhë. Aty vërtet gjesh në një. Pra, me pak fjalë. Dhe kjo i bie që edhe Spaku është përdorur nga qeveria. Por mendimin tim po, se kështu i bie. Deduksion logjik është ky. Atëherë çka ka ndodhur? Nuk janë më kriminalët në parlament, po janë kryesht e kriminalëve, kaq e qartë është për mua. Po patjetër. Paçi, mendon se Partia Demokratike është, po flas Partinë Demokratike se sqaruam të pjesën e PS-s në pushtet, në mbështetje të kandidatëve, se ne kemi pa emocion në këtë punë, ne kemi analizë ka mikro dhe makro, domethënë për Berishën rëndësi ka që të bëhet çështje raporti i zgjedhjeve. Domethënë raporti që të delegitimoj zgjedhjet, raporti që ta bëj pastaj të kushtëzuar. Pra, domethënë nuk e ka fshehur. Berisha ka gjithmonë ëndër 2001 kur ndërkombëtarët detyruan që pastaj edhe presidenti dhe krye prokurorit zgjidhej me kryetari KLSH zgjidhej me kompromis midis Nanës dhe Berishës. Kam përshtypjen se janë kohë të ndryshme dhe nuk janë të njëjtat kushte politike. Megjithatë, unë mendoj që çdo lloj evidentimi i problemeve në zgjedhje, çdo lloj ngritje e kauzës, çdo lloj nxjerrje e dokumentave, çdo lloj nxjerrje e manipulimit të votës, për mua shërben shumë. Qoftë edhe mes me arrit atë destinacionin që Berisha e ka të rëndësishme, sepse edhe me numrin e votave që ka sot në parlament, nuk është se imponohet me mazhorancës. Mund të imponohet vetëm në marrëveshje politike dhe për shkakun e thjeshtë se në Shqipëri kujtojnë se demokracia është çështje numrash. Demokracia është bashkëtesë. Domethënë, por Zoti Rama ka këtë në çështje numrash, dhe në këtë pike ti detyrohesh të kërkosh një lloj ndihme krejt tjetër. Deri më sot ka janë ca rezoluta, por për mua qoftë rezolutat e Partive Popullore apo ato të Parlamentit Evropian që kanë rëndësi në fakt, do kenë kuptim nëse ata të cilët merren me negociatat me Shqipërinë do të vënë kusht pikërisht të lloj raporti që mazhoranca dhe opozitë duhet të ulen për të ndryshuar kodin, që kodi të pasqyrojë vërtet vullnetin e zgjedhësve, se nuk është normale, kishim në 2021 një forcë politike që kishte 110.000 vota, 4 deputet. Kemi sot 60.000 vota, 1 deputet, apo kemi domethënë edhe 20-25.000 vota pa asnjë deputet. Pra, çdo tot, ku do ta çosh te vullneti i zgjedhësve? Dhe unë mendoj që duhet shkosh drejt një, o do kthesh koalicionet, o do bësh ajo që është ideale 100+40, domethënë që me korrektim, që mund të jetë më drejt për drejt dhe mund të jetë një gjë që mund t'i vlej, megjithëse sot jemi shumë vonë, se kur u bë kodin 2008, ishte ideja që do shmangim këta të fortë dhe do përmirësojmë qeverisin. Në fakt, shkuan krejt në kundër sa na bën që
Ti jemi vetëm i vend që të kemi ligj për dekriminalizimin, më nxjerr të fortë nga parlamenti. Se ishte ajo teoria. Mënyrën për mi fut të tjerë. Se ishte ajo mënyra që liste hapur. E bën me trashëgim. E bën me trashëgim. Po, me trashëgim. Shiko tani. Ka një gjë shumë të thjeshtë. Këtu nuk çalon këto janë justifikime. Këtu është vullneti. Duhet një vullnet që të largohesh nga kjo, e bën politika, s'ka nevojë për ligje, jo çdo gjë bëhet me ligj më. Këtu ka ngel vetëm për shkakun që me marr vendim qeveria që ti duhet të shkosh mirë me komshiu, por s'funksionon kështu. As me dashur dikë tjetër fort, nuk bëhet me ligj. Dhe ajo që nuk bëhet me ligj është gjithmonë më e fortë se sa ligji, sepse të ruash në raportin, nuk mund të çosh çdo gjë ke raporti i ligjit. Nuk bëhen ca gjëra në shoqëri me raportin e ligjit. Ti nuk mund të bësh i ligj që këtë vend ta duam gjithë, por ne e dim se çfarë fuqi e ka ta dush këtë vend. Domthonë, ti të punosh këtu dhe ta dush këtë vend, se unë mendoj që nuk mund të bësh gjërat pa dashuri. Prandaj them që jo çdo gjë e bën ligji. Duhet një marrëveshje e madhe, domethënë me këtë pikë. Dhe ne kemi rastin që zoti Rama bëri një marrëveshje me 5 qershor 2020 se grisja të marrëveshje ndryshoi, ishte hera parë që ndryshoheshin nga ai që kishte ardhur në pushtet, ndryshonte ligjin me cilin kisha ardhur në pushtet, dhe unë po them që duhet të rikthehemi te kjo pikë, sepse ndoshta për momentin koalicionet janë ata që heqin dhe këto zënkat se kush është lideri, bën një përfaqësim shumë të mirë, dhe për opozitën është jetike. Është jetike. Te përfaqësimi vetëm i ndërhyrje, me që e kemi, falë, domethënë, kemi fitu Bashkinë e Krujës. Me vota, mas 18 vjetësh. Fush Kruja u fitu mas 18 vjetësh, ku unë isha kandidat, domethënë, se atë zonë kam bulu. Kruj, Fush Kruj, dole i parin Kruj, i parin Fush Kruj, i parin Thuman, i parin Bupsh. Dhe nuk përfaqësohemi në parlament. Kjo është situata. Pra nuk kemi përfaqësim. Ato thonë që Kruja ka Skënderbeun, s'ka nevojë më pas. Dakor, në rregull. E kanë braktisë Krujën, e kanë lënë mëshirë të fatit, ajo është histori tjetër. Ne po themi s'ka deputet. Te pyetja jote që tha do i mbështesi Partia Demokratike e fundit. Unë e shoh kështu, Ajda. Zoti Berisha, ata të cilët i donte, i vendosin në listë sigurt, në listën e mbyllur. Edhe i la këta të listës hapur të bënin vota edhe për ta. Dhe këta të cilët janë në listën e hapur dhe kanë marrë pëlqyeshmëri nga qytetarët, nga publiku, nuk është se i intereson shumë dhe nuk është se i pëlqen shumë, edhe i lë, edhe donë që këta të zihen me njëri tjetrin, të bëjnë pis njëri tjetrin, sepse edhe procesi, edhe në makro, po thuash këto, është ky fenomeni i ankuesit nuk pavarësisht se kauza e tij është shumë e drejtë. Por do që t'ju aprish imazhin edhe më shumë, duke u zënë, duke i treguar njëri tjetrit që ti ke 10 vota këtu, ti ke 10 vota aty, dhe ndërkohë ai vazhdon qëllimin e tij, pasi deputetët, numrin e deputetëve të cilët i donte në parlament për të mbrojtur edhe ato direktivat e tij, orientimet politike të tij, i mori dhe i ka në parlament, ndërsa për këta nuk është se ka ndonjë dashuri të madhe, edhe që të zihen me njëri tjetrin, le të vazhdojnë të zihen, sepse që do thotë që nuk është se janë aq shumë të votuar dhe ta sfidojnë atë, por ja kanë bërë këtë manipulime, dhe në të tillë mënyrë ai vazhdon i pa lëkundur atë drejtimin e tij në PD. Për hir të vërtetës ne s'po zihemi me askënd. Unë jam në një proces, domethënë që besoj do t'i shërbej Shqipërisë. I shërben, patjetër. Absolutisht. Pra, gjithmonë në mikro po aty me njëri tjetrin, po për beso tani. Gjithmonë sa herë kam bë kauza publike në jetën time, sa herë kam bë protesta, organizime etj, se unë vi nga aktivizmi. I kam bëj pyetje vetes a i shërbej kjo Shqipërisë apo jo. Nuk mund nisur dot asnjë kauzë në jetën time për qëllime personale, se janë gjëra të vogla dhe unë dorëzohem rrugës. Pra po ta them me sinqeritetin më të madh. Edhe kësaj radhe, sepse mu do më interesonte, u hapën kutitë e Durrësit, ja aty do dalë që Aulonit i kanë marrë vota kaq. Nuk është kjo kauza ime. Unë po godas kodit zgjedhor, dhe kodi zgjedhor që të jetë një kod më i mirë do jetë për të kandiduar ti nesër, në rast se do hysh politikës, që të kesh një armë dorën tate që kur të rrafin, të paktën të lejnë me qajt më burr. A kupton? Kjo është kauza. Ai peça ka ndodhur në Partinë Socialiste. I dërgohet një mesazh atyre njerëzve dhe i thuhet mos e ndiqni se do na nxjini faqja. Po pse histori është kjo? Raporti im me lirinë është jashtëzakonshëm. Unë jam njeri i lirë. Unë them menimet e mia. Gjithmonë këtë gjë kam bërë gjatë gjithë jetës time. Unë momentin që s'do them menimet e mia nuk merrem me politikë, as me kauza publike. Ti e njeh PD-n edhe më herët, nuk besoj se e shikon. Po se e njeh PD-n për ne te PD-ja, dhe prandaj po maj qendrimet e mia. Nuk besoj se je si Pyetja është a kam ndryshuar apo jo. Margreni si ka shumë gjëra në politikë, sa nuk jam më i politikës. Jo, në rregull. Unë kam hyrë në politikë dhe pyetja që duhet bëjnë qytetarët është a ka ndryshuar Auloni apo jo, unë maj përgjegjësi për veten time në këtë rast. Pra, unë jam njeri i lirë, do t'i shkoj drejtës deri në fund, nuk e di se a do ja arri apo jo,
kam humbë shumë kauza në jetën time, pa edhe kam fitu shumë. Shiko, Aulon. Për çështje publike flas. Që nga protesta armëve kimike e protesta në funi që kemi bërë për faljen e detit Greqisë. Nuk të ngarkoj asgjë, Aulon, për kauzën që po bën. Unë them ç'a qëllimi ka kryetari i partisë. Po se nuk mund ta dimë. Aulon, sot e ke një mendim tëndin Berisha duhet të qëndrojë në krye të PD-s apo duhet të largohet duke zbatuar statutin apo si e sheh sot? Unë shikoj që duhet bëj, unë për mendimin tim e shikoj kështu që duhet bëj proces shumë i gjerë analize, jo si në vitin 2023 që u la me njan dhe nuk u mbajt asnjë lloj qëndrimi. Si duhet jetë analiza sipas mendimit tim? Unë nuk është se jam ne aparatçik partie, kuptoj, domethënë si e mendoj unë. Unë mendoj që gjithë secili duhet marrë përgjegjësi për kutinë e vet. Pra, të hapet kutia e vet, aty ku ka votu, dhe të shikohet a është fituar ajo kutia apo jo. Dhe këtu lind përgjegjësia për çdo kënd. Pastaj, sigurisht që të gjithë drejtuesit e qarqeve do marrin përgjegjësi. Patjetër, por kutia është shumë e rëndësishme. Tani unë jam shumë dakord me atë shprehjen që çdo profet nuk pranohet nga veni vet. Po kjo ishte për Jezu Krishtin. Ne po flasim në politik. Në politik mendoj unë ne matemi me vota. Pra të shikohet secili si ka dalë te kutia vet. Edhe do shohim pastaj. Se s'po e them kot këtë historinë tani. Sepse deri te drejtuesit politik shkova. Patjetër pra. Te kryetari të Por edhe te unë si kandidat, te kryetari, te kandidatët, të gjithë tjerët shikohen. Unë e kuptoj si një hyrje deri në themel, nga më i vogël deri tek më i madhi apo jo? Por duke nisur jo direkt me dorëheqjen e Berishës. Ky është një proces analize. Dhe në rast se nuk bëhet analiza shterruse, atëherë nuk kemi nxjerr asgjë. Nuk mund dalim ne me fjalë tani thjesht ik ti, thyj qafën tim, mos shoh ty. Ne duhet shikojmë faktet. Si janë qendrat e votimit, është KQZ-ja, besoj se e dini atë aplikacionin, i kërko aty të gjitha, ku voton, edhe del. Faleminderit që ishim me mua në studio. Faleminderit që na ndoqët nesër, si zakonisht në orën 10 jemi sërish së bashku.